Avokati Besart Logu është dënuar nga gjykata e posaçme për marrje rishfeti pas hetimeve të kryera nga SPAK. Sipas akuzës, me 13 dhjetor të vitit kaluar, ai ka marrë klientit të tij, Salvatore Castorina, shumën prej 8.000 eurosh, me premtimin se do të ndikonte tek prokurori për të siguruar lirimin e tij nga burgu. Parat ju dorëzuan avokatit përmes një agjenti të infiltruar, duke bërë të mundur kapjen e tij në flagrancë gjatë veprimeve hetimore. Dënimi me burg prej 2 vitesh është konvertuar në 2 vite e 8 muaj për shërbim prove, ndërsa Logut i është ndaluar ushtrimi i profesionit të avokatit për një periudhë 9 mujore. Sipas SPAK, ky rast tregon qartë mënyrën se si ndikimi i palishëm mbi drejtsinë mund të kërcënojë integritetin e sistemit gjyqësor. Salvatore Castorina, klienti i Logut, ishte arrestuar me akuzën për vepra penale, krijimi i skemave mashtrues, lidhur me tatime të mbi vlerën e shtuar, kryer në bashkëpunim dhe fshehje të ardhurave dhe falsifikimi i vulave, stampave ose formularëve, gjithashtu kryer në bashkëpunim. SPAK nënvizon se veprimet e grupit kriminal dhe ndërhyrjet e avokatit përbëjnë një rrezik serioz për përfundimin e drejtësisë dhe për besimin e qytetarëve tek institucionet. Hetimet dhe ky dënim vinin një kohë kur SPAK po forcon kontrollet ndaj rishfetit dhe çdo formë ndikimit palishëm mbi vendimet gjyqësore, duke synuar mbrojtjen e ligjit dhe dëshkimin e veprimtarive që cënojnë integritetin e sistemit gjyqësor.